Shqipëria ka normën më të lartë të martesave në Europë. Sipas Eurostat, në vitin 2024 u regjistruan 6.8 martesa për 1.000 banor, e njëjta normë si në vitin 2022, shumë e lartë se mesatarja europiane prej 3.9. Në vend të dytë është Maqedonia e Veriut, mungojnë të dhënat për Kosovën që ka një popullsi të re dhe numër të lartë të martesash. Në rajon niveli më i ulët i martesave është në Serbi. Pas Shqipërisë, normat më të larta bruto të martesave janë regjistruar në Turqi dhe Moldavi. Në Shqipëri, normat e martesave kanë qenë relativisht të larta në vitet 1980-1990, duke arritur kulmin në vitin 1990 me 8.9 martesa për 1.000 banor. Pas kësaj periudhe vjet re një rënje graduale. Nga ana tjetër, divorcet në Shqipëri janë bërë më të zakonshme krahasuar me të kaluarën. Në vitin 2024, norma ishte 2.0 divorce për 1.000 banor, ndërsa në vitin 1964 ishte vetëm 0.6, çka përfaqëson një rritje prej rreth 233%. Kulmi u arrit në vitin 2019 me 2.1 divorce për 1.000 banor. Norma divorceve është mbi mesataren europiane që rezultoi 1.6 në 2014. Shqipëria u rendit e 11 për numrin e lartë të divorceve në raport me popullsi në 2024, duke përjashtuar vendet baltike që kryesojnë për divorcet në raport me popullsinë. Në Shqipëri, shifrat më të fundit të Instat tregojnë se numri i martesave ka rënë në nivelin më të ulët historik, ndërsa divorcet kanë marrë drejtim të kundërt, duke arritur kulme që nuk janë parë kurrë më parë.